Unë nuk e di si do t'i ndani, po kemi kartonin dhe të kush. Është një dhe i vetmi Klajdi Kola. Una Vlora do bëjmë arbitër të më shajnë mua. Ke ndjerë njerë frikë për gjykimin e një ndeshje? Qofse ke frikë vlla, mos i vë fare kësaj pune. Aty po zihem unë me njerëzit i bashkuar arbitrat. Arbitrat duket sikur mbyllin veshët nga stadiumi që fshan familjen, motrën. Ose kam inat tani që çdo gjë vari, po ora arbitri. Më pëlqen. Vari po vret emocionet e futbollit. Arbitri ndonjëherë duhet mbajë ndonjë gjë për vete për të shpëtuar ndeshjen. Miqtë të Andale Sporta, ku jemi në një tjetër javë futbollistike, mbyllet kampionati i rregullt në futbollin shqiptar dhe çfarë do diskutojmë ne sot? Çfarë do flasim ne sot? Sot në fakt do flasim me një ndër protagonistët jashtëfuqës të kampionatit shqiptar. Por kryesorët. Sigurisht që të gjithë ju e dini për kë po flasim, sepse e keni parasysh, shpesh herë bini dakord me të, shpesh herë nuk bini dakord. Por, sot me ne për na treguar për kampionatin, por dhe për shumë prapaskena të tjera, karrierës së tij dhe çdo gjë tjetër, është një dhe i vetmi Klajdi Kola. Përshëndetje çuna. Përshëndetje. Kënaqësi që të flasim lishëm për pjesën e arbitrave, arbitrimit dhe për pjesën e ish arbitrit. Kënaqësi e madhe kur mora ftesën nga ana juaj dhe me kënaqësi erdha dhe nuk mund vija duar borë sepse ne kemi të çiksi traditë. Tradita ka një dhurata për ne. Tani dhuratat juve, unë nuk e di si do t'i ndani, po kemi kartonin dhe të kush. Që mendoj që mund t'i merrni juve. Faleminderit Nikolim. Po pse juve? Sepse kjo Klajdi kur jepet si dhurat i kuqit del nga loja apo jo? Varet nga rregullat e kompeticionit, dhe rregullat i keni ju. Tu nuk dalim, okay. I keni ju rregullat. Tani jo pa qëllim ju dash kartona sepse bluza nuk ju bën. Është masa më Më bullizoj me lezet. Do kemi kujtim. Jo se ti je më pak, por këtu pjesa sipër je okay në pjesën e parë. Do kemi kujtim. Faleminderit shumë për dhuratën, por ikonike është gjithmonë një arbitër mbasi nxjerr kartonin e shkruan atje në bashkënin. Tani ma firmos sik mua ato kartona të lutem. Fanellë, jepi. Këtë firmosin të verdh apo të kuqit? Të kuqit, sa i bën tronditje të madhe. Ma thon do të rrezikoj deri në fund. Sa bukur. Ja ka lezet. Faleminderit Nikolim, ka përshtyme ky është kartoni më i lezetshëm që ke firmos për mua. Faleminderit Nikolim. Firmosun na duhet. Ja dhe firmosun dhe fanellat. Na falni se kemi pak kartona. Po dhuratat na donin shumë të pritur. Po ja ku e mora dhe kartonat me firmën e kryesorit Klajdi Kola. Zakonisht kur ka firmën e bukur. Ja ku e kemi dhe fanellën, nuk japi vetëm lojtarët fanellë, japi edhe arbitrat. Ka arbitër me firmë të shëmtuar, çfarë thotë? Tani to do i lë këtu që pos pëlqeni përgjigjet nxjerr kartonën së të verdhës së të kuq. Shikoj, do ta vendi ku duhet. Çoti vazhdo ti bëj rrëmujti. Shikoj, ka edhe një gjë tjetër që ajo fillimisht ka public warning ose si paralajmërim publik, pastaj shkojmë te kartoni, pastaj te i kuqi. Pra e mori, i këshillimi 10 minutave të parë. Ose më vonë në varësi të paralajmërimi gjithmonë thot për lojtar. Klajdi sa të na vi ai Flori që po vendos fanellën aty, sa ish koka, komplimente për çeka. Duhet detaj. Ma thot edhe një fanell për Manthon, një dhuratë për Manthon. Si ke shanset? Me që ne fitojmë kampionatin edhe një dhuratë nga ana ime, një fanell për Barcelona. Dhuratës tënde i përgjigje me këtë më. Jo. Ka mundësi të lutem hap crown. Jo, si lloj premtimi, s'ka shans. Nuk do vish fanellën. Jo, po të fitojmë kampionatin pra. Videon ma paraqit dhe vesh. Po të fitojmë kampionatin. Çi videon paraqit dhe vesh. Po të fitojmë kampionatin këtë vit. Po juve si keni marrëdhënie me arbitrat, se jeni ankuar çfarë? Po këta kanë paguar arbitrat në dynjas. Jo, arbitrat nuk paguhen. Ka dalë çështja. Nuk paguhen arbitrat sepse ose paguhen zyrtarisht nga ana e kompeticionit, po jo nga ekipet. Vish paguar pra lojë vera. E kupton çfarë janë këta apo jo? Ne më mirë paguaj pra lojë vera se paguaj drejt. Po tani mos. Kartoni kuq, dil jashtë. Nuk do kalojmë ajo temë. Ti nuk e mban fjalën. Jo, ma gjej videon dhe veshun. Klajdi, si u bëra arbitër, se një nga profesorët e futbollit që kërkohet më pak, besoj, është arbitrimi. Se të gjithë duhet bëhen lojtar, sulmues, portier, po arbitër më pak. Është një histori shumë e bukur. Unë kam luajtur futboll në nivelet ulta, në kategorinë e dytë, për shkak të dëmtimit që unë kam mbaruar shkollën e mjeshtrisë sportive dhe Universitetin e Sporteve. Jam dëmtuar. Luajta nuk e ngrita asnjëherë lojën, nuk e ngrita asnjëherë. Me Tenorga, ekipi kategorisë 2 ka qenë Vlora, po jashtë të quajtur Norga. Në Vlorë. Dhe nuk e rrita asnjëherë niveli për shkak të dëmtimit dhe më pas kam vazhduar se nuk kisha çfarë të bëje. Nuk kisha me çfarë të merresh, ai dëmtuar. Fillova komentator sportiv. Komentator sportiv në një televizion rajonal në Vlorë, që vazhdon të jetë sot ndër më të dëgjuarit.
komentoja ndeshjet e Flamurtarit, luanin brenda jashtë, ka se ka shumë historira të bukura ndaj komenti. Kujtoj ndeshjen e Flamurtarit në Peqin kur erdhi arbitër Gava nga Italia. Ore, mirë gjithë presioni të gjithëve. Kisha edhe unë presion ku do komentoja, se nuk më lini të komentoja atje lart në atë. Pastaj arbitri mbylli ndeshjen atje për se u godit arbitri. Tensionet gjërat. Dolëm dhe ne, por ne kemi dalë, kemi fut kamerën dhe mikrofonin kështu se ishim në Vlorë. Ja, jo ishit në Peqin, luan në Peqin. Luaj atje. Po. Domethënë, një nga vështirësitë e komentatorit, drejtoi edhe një emision sportiv në Vlorë. Jo. Po, sot Tani pas kërveu pak të gjithë aty. po dhe Mos sportive Ma i pak atë miku im. dhe këtu fillon e bukur tani. Gjatë çdo ndeshje që komentoja, Po? ose që kishim emisionin, kisha të ftuar në studio Pajtim Alikor, ka qenë ish arbitër vëzhgues dhe më e bukur nuk e ftoja dot më në studio se më thoshte pse nuk bësh arbitër, sepse komentatori është shumë i vëmendshëm në komentin e ndeshjes në Detaje, si çfarë në detaje dhe pse nuk bësh arbitër. Dhe pjesa më e bukur tani, unë nga Vlora do bëjmë arbitër të më shajnë mua. Nuk e pranoj. Po, vallai, të mendoj unë. Nuk bëjmë se më Ata nga shajnë. Vlora që kanë fsharet më të mira kundrejt arbitrit që di ca shprehje. I bëni presion babait të më bënte mua arbitër. Sa arriti një periudhë, pas gati një vit e gjysmë ky muhabet. Stop, mos më përmendi më, i tha babai. Nuk dua ti më të bëj çfarë do ideale. Pas kanë fut mik babën. U mbyll kjo histori dhe një ditë bukur. Marr një bilbil dhe shkoj te një ndeshje në Vlorë, sot është resort, ja nuk e di çfarë është atje, shkoj në një fushë sportive dhe arbitroj një ndeshje U14, mos gaboj. Çuna, nuk e keni iden çfarë adrenaline. Çfarë adrenaline të jesh vendimarrës, të biesh bilbilit, të marrësh vendim. Pra të pëlqeu më të parën. Nuk u ndala më që aty pastaj. Aty pastaj filloi çdo gjë. Ika nga komentator, nuk bëra më drejtimin e emisionit, ju përkushtova vetëm arbitrimit. Pra, tani prisë se pas ka historinë perl. Tu vu një qytetitor se jo nuk dua. Nuk dua. Ta shkrepi truri, shkove more bilbilin arbitrore të 14 vjeçarët. Pa i thënë njeriu fare. Pam, atje ndeshim histori, luajnë me njëri tjetër për qef. Jo, re. Adrenalina 10, pastaj vajta te kolegjiumi i Tiranës, bëra te kolegjiumi i Vlorës, bëra kërkesë në Tiranë, erdha dhe pastaj vazhdoi. Tani ndeshjen e parë çfarë bëre? Nxorë karton të kuq, penallti dhe gjë. Në Superligë. Te 14 vjeçarë. Superligë më vonë ndalemi ne te çerrat. Atje ishte perl sepse një kënaqësi e madhe, fëmijët nuk durojnë pa drejtësi. Se janë fëmijë, u burojnë, nuk është fallë. Se kanë edhe natën e madh. Dhe gjë më e bukur është që ne tani i themi arbitrave mos merrni fare kartonat e fëmijët. Se fëmijët nuk duhet të kenë kartona, nuk mendoj unë, është personale, kjo nuk fëmijët duhet të mësoj, të paktën deri te 14 vjeç, duhet të mësoj çfarë është falli, çfarë është sjellja korrekte dhe me radhë. Unë s'kisha fare kartona, kisha vetëm bilbilin. Edhe kujdes dhe ishte kënaqësi kur i bie bilbilit dhe që aty pas. Nuk isha rast aty, ë. Po. S'kisha rast. Ishte lezetshme se bëra lidhjen sepse pas para pak një 2-3 javësh në parë ndeshje moshash diku te U9, U10 dhe është kjo që tha, pra arbitri nuk kishte kartona, edhe në një moment shkon topi larg. Shkon e ka portieri dhe ishte korne për ekipin kundërshtar dhe i thoshte, "Çuna nuk e nisim lojën parë portieri, prisni." Pra ishte tamam i mësonte, nuk është se bënte atë ligjin e egër arbitrit. Ka këtë rolin duhet jetë pak edukator arbitri. Bravo, këtë ishte, pra nuk e nisim parë portieri, prisni, pra ishte shumë e interesante. Kladi, ti nga aty fillove një rrugtim që ishte rrugtim tjetër dhe më i gjatë në karrierën tënde, arbitrimi. Po, patjetër. Dhe si është ka vletur të bësh arbitër në Shqipëri? Tani që e ke mbyllur. Është gjë më e bukur që kam bërë, mendoj unë. Adrenalin si ti jesh arbitër, mendoj që nuk e merr as si futbollist, as si trajner, as është adrenalinë e veçantë, është kënaqësi e veçantë të japësh drejtësi. Është shumë e vështirë. Jo vetëm në Shqipëri, edhe në Europë, në çdo vend është shumë e vështirë, por kënaqësia që merr kur mbaron një ndeshje dhe nuk përmendet fare emri i arbitrit, se është dhe e mirë dhe e keqe kjo. Po. Se kur mbaron ndeshja pa probleme, arbitri nuk është i mirë. Kur ka probleme pastaj është i keq. Është i keq, fiks. Jeni si portierët. Ja ka vletur çdo moment. Tani, momenti kujtimi më i mirë, kujtimi më i keq. Se tani këto janë ato që na pëlqejnë më shumë. Kujtimi më i, po nis na e keqja për të vajtë e mira pastaj. Ka qenë një ndeshje play-outi në stadium Dinamo. Po, to play-outet janë. Çrënci ka ekipet apo personat, mos i futemi fare se hapim histori të vjetra. Mirë. Mbaron ndeshja 1-0 për ekipin që vinte nga kategoria e dytë, që luante play-outin për të hyrë në kategorinë e parë. Okej. 1-0 ekipi që vinte në poshtë, asnjë lloj problematike ndeshja fare. Dhe një nga lojtarët më të mirë të ekipit që ishte në kategorinë e parë, djalë shumë i mirë gjatë gjithë kampionatit që kishim arbitruar. Vjen më jep dorë. Mirë, dorë si as dorë. Aty më godet me grusht. Jo, ore. Ore,
E kupton të jep tjetër dorën në kontekst. Se dia këtë. Fati im, ose është ajo që po bisedoj me Florin që nuk rash, ishte edhe çinë Flori. Dhe u ngrita në zorat, edhe në zorat e të kuqe, imagjino ti. Po. Dhe pastaj vazhdoi historia, po pak rëndësi ka. Kjo ka qenë ndjesia më e keqe. Të japi dorën dhe të zgodas me grush. Po mirë, ti ndikove tek ndeshja jo? Po fare s'kishte Fare. Të gjithë lojtarët më dhanë dorë. Ky është i fundit që po më jep të dorë. Ti nuk e prisë Po fare. më dha dorë. Po të tha prit tani se Ka qenë perë. nga njëjti klub, nga ky lojtari ose nga klubi i këtij lojtarit. Të tha gjë ka njëri pas. Jo, mbas para që na fal, nuk duhet ndodhte. Po, nuk ishin gjëra tjera pastaj. Ore, kjo ka qenë te perl tjetër me policinë e shtetit. Pse? Në atë kohë. Ore, i them policisë, ore, Mgjujti. unë i kam nxjerr, duhet bësh denoncim që ta arrestojmë. Ore, Ndërkohë është marrë vendimi i fushë. ore, po që i thash jam mes fushë. Me kamera, me të gjitha. Me gjitha të pastaj rodhën ngjarjet. Këto gjëra normalisht duhet i lije fushës, por kur ka gjëra të tilla, arbitrat jo pa qëllim e ceka këtë që të jemi kundër dhunës ndaj arbitrave. Gjithmonë Po, arbitri qartë, është në po, presion e sipër, është në vendimarrje të vështira, por të kalojmë dhe pasaj në vajtën vite këto që kanë ikur këto gjë. Ideja është kjo dhuna që e bëjnë vetë profesionistët ore, kjo që pas ka ndodhur ty. Kjo është ajo më e rënda se tifozët në një farë mënyrë dhe i kuptojnë. Jo, s'jam te tifozë, por të paktën E pra, kjo është e rënda që ky është lojtar profesionist. Po domethënë dhe mbas nuk ta mfal në gjë fare. Po pastaj kur ran nervat ai ta mbylli më ta bëjmë. E pra, kur ran nervat, se praktikën e ka kuptuar që është gabim. Pastaj isha edhe çik vlonjat unë pastaj kur ran nervat. Dole në origjinë. Pastaj si e përmban thjesht. Po këti më i bukur. Kujtimi më i bukur është ndeshja, unë kam marrë pjesë, më ka caktuar federata në 2016, mos gaboj, të marrë pjesë në kursin e arbitrave ekselent. Në që zhvillohet në Gjenevë, në Zvicër, ajo ka qenë që mua më ka ndryshuar, përveç se, kisha ato bazat e para të arbitrimit, më ka ndryshuar totalisht jetën për pjesën e arbitrimit, po dhe për pjesën e të menduarit. Për pjesën e sjelljes e të gjitha gjërat. Dhe ndeshjet që kemi arbitruar atje kanë qenë fantastike. Dhe një kujtim tjetër, kemi qenë sot është e pa arritshme të vesh sepse për shkak të luftës, kemi qenë ndeshje në Rusi, Arsenal Tula, Neftçi Baku. Aty gjatë ditës, ma thë Flori, nuk ishte asnjëri në rrugë. Asnjëri në rrugë. Vemi në stadium, 18.000 vet aplauz stadiumi. E frikshme. Se nga dolën. Nëse ka qenë duke prit aty. Atmosferë fantastike, fantastike. Do të thonë nuk e Shumë pritet që vështirë. ishte plot stadiumi, nuk e pritet. Por nuk kishte njerëz në rrugë. Ku do vini në stadium? Po. Plot. Atmosferë fantastike, po them. Çudi, prandaj po them që më ka mbetur mendje ndër kujtimet më të bukura. Pastaj për një nga ndeshjet më të që unë mbaj mend këtu përveç tjerave, një nga ndeshjet më të veçanta ka qenë, nuk e mbaj më vitin, duket se 2019, Teuta Partizani 1-1. Që një ndeshje që unë para disa ditësh po shikoja edhe ato highlights-et, po them ekipet kanë goditje në port, mbi 20 goditje në port. Para mbrapa. Ishte ajo kohë, ishin të dy ekipet mirë, luftonin për titull kampion. Stadiumi Durrësit si rrallë herë ishte plot, po plot, edhe nga Partizani dhe nga Teuta, dhe mbas asaj ndeshje ka mbaruar pa polemika. Në 1-1 ka qenë rezultati. 1-1. Dhe e veçanta është që mbas ndeshjes të dy ekipet më dhanë dorën dhe kam dhënë dyja pastaj në shtëpi me Ismur për shkak 90 minuta shiu litar. Ndeshjen e Elbasanit Tirana, dëgjova tifozët e Elbasanit që thanë, "Ore pse na thanë Eugene Xhana që është nga Tirana për këtë ndeshje?" Si ka një gjë. Gjysma arbitrave, kolegjiumi i Tiranës është kolegjiumi më i madh i arbitrave. Dhe gjysmat e arbitrave janë nga Tirana. Dalin nga andej. Tani këta i bie mos të arbitrojnë fare Tirana, Partizani, Dinamo. Po gjysma e kampionatit është nga Tirana. Janë skuadrat, plus që edhe skuadrat e tjera stërvitën në Tiranë. Nuk ka lidhje fare kjo, mendoj, nuk profesionalizmi i arbitrit ka arritur në atë i arbitrave, ka arritur në atë nivel që nuk ka ndikim fare. Nuk ndikon. Mendoj që nuk ndikon fare. Klajdia, ndikon një stadium i mbushur plot dhe presioni që bën tifozëria apo mbështetje për ekipin që ndonjëherë pa dashje tifozëria çohet dhe ti nuk e jep një faull apo jep një vendim pro për ekipin që luan fushën e vet. Unë tani jam në rolin e vëzhgusit, sepse nuk pata më mundësi ta vazhdoja për shkak dëmtimi dhe kemi një pikë atje kur plotësojmë atë që arbitri merr vendime jo popullore. Pra, është i predispozuar për të marrë vendime popullore. Mendoj që më tepër publiku ndikon tek lojtarët sesa tek arbitri. Pra, është ajo zhurmë, por më tepër i përqendruar te rastet e mund të ndikojë një 5%, por në vendimarrje nuk ndikon fare.
Pra nuk kanë frikë arbitrat nga Jo, shkruar Prit japi karton verdh. Se tu nuk bie dakord. Shkruar ide që kur je ti në shtëpi, arbitri ndikohet pak për shembull fillon presioni. Jo, e di çfarë ndodh. Ore dëgjoj, di çfarë ndodh. Pritet do im psikologji tani. Tani ti dash të po ndash të jo, po jote. Unë mendoj këtë gjë. Po shija ndeshjen me klubin e Tiranës së Mastermasi, me Vllaznin. Po. Dhe isha në krah me disa persona të futbollit. Dhe ca faula, ke parasysh kur është dueli sulmues mbrojtës, praktikisht gjithë mendoj unë tani, arbitrat shtiren që faulin të japin gjithmonë palës mbrojtëse, sepse një faul në atë zonë të rrezikshme për sulmues mund ndikojë dhe në gol. Dhe thonë më mirë atë ta që nuk pësojnë gol dhe vazhdoj loja. Edhe është dhe pro ekipit favor, pra sikur duhet ta zbusim pak. Tani kjo mendoj unë është efekti sfungjer që dita bën arbitra për ta mbajtur lojën. Pastaj kjo është puna atyre personale, mendoj unë. Shikoj, ana teknike ka dhe ato hilet e veta. Do me thënë që unë personalisht nuk po e çoj të tjerët. Unë personalisht thosha me veten time, që ore kanë 90 minuta për të luajtur ekipet. Çfarë më kërkojnë të shtesë tani? 90 minuta, ore si u dolën juve për kërkojnë. Se thonë pse 3 minuta, pse 4 minuta. Ore po sa dolën? 10 minuta. Ore kam pas raste, më thoshin lojtarët ore dhe sa ka. Shikoj orë minutë 60. Ore minutë 60. Kështu që nuk diskutohet që edhe profesioni, si çdo lloj profesioni tjetër, ka hilet e veta, por e rëndësishme është që të mbash një standard për dy ekipet. A ke ndjerë ndonjëherë frikë për gjykimin e një ndeshje? Frika tifozëve, frika presionit, frika ndonjë ndërhyrje. Frikë nuk do të thosha dhe faleminderit për pyetjen, sepse këtu dua të ngulmoj shumë gjatë dhe edhe arbitrat që e rinj që duan të afrohen pra, nëse ke frikë vlla, mos i hyr fare kësaj pune. Nuk ka frikë, unë personalisht nuk kam pas asnjëherë frikë. Tani, ka pas presion, po patjetër që ka pas. Edhe kjo që thoni ju, ke ndeshjet Atletikos brenda, po. Do me thënë, presion ka. Presionin e ke. Pastaj është aftësia e arbitrit për ta menaxhuar këtë presion. Mendoj që nuk kanë frikë arbitrat, ose nuk duhet të kenë. Se çu pa pastaj, po patë frikë. Aty është arbitri, ke sigurinë, ke policinë, o vlla, vazhdo. Ka një gjë tjetër, Ka një gjë tjetër që ore, nëse ti vazhdon arbitron, merr vendime të sakta, nga se do kesh frikë. Ti për këtë punë. Presion ka, por frikë. Ore, tu në Shqipëri, tani jam dakord me ti unë, po tu në Shqipëri është halli që kur jep vendime të sakta, prapë si pranojnë njerëzit ore. Jo për gjë, delti në studio shpjegon një orë me rregullore si është dhe nuk e pranojnë prapë. Jo, shumë mirë dhe kjo pyetje, sepse kam pasur raste në fillim të sezonit. Jam masakruar në rrjetet sociale për një rast. Dhe kur kemi ardhur në javën e 30 për të njëjtin rast, ose kemi pas 3 raste me të njëjtin standard dhe kanë bërë të njëjtin standard. Tu tani njerëzit janë në rregull. Ekipet janë në rregull, këto janë interpretimet rregullore. Bravo të shoh. Se tu do të dile se unë personalisht ty të masakrova personalisht si tifoz në derbin Tirana Partizani. Topi me dorë aty mbrojtësi Kresi që ishte. Thash, ore çfarë thot ky? Dora këtu, tëri. Pastaj thash, ore prit, do të pyes dhe një 2-3 arbitra që janë tuaj, jo shqiptar, por nuk ndikoheshin. Dhe më tha, nuk është penalti gjatë bot. Opta shumë, man thoi ndjetron. Pas ka pas të drejtë. Shika komentin. Kështu si juve, kam pas dhe diskutim me shumë njerëz janë të nxehtë për momentin. Janë të nxehtë. Bile të tregoj një histori me një personazh që mbas ndeshjes i them je i nxehtë. Do të them të vërtetën tani dhe do më marrësh të njëjtën telefon që je i qetë. Dhe do më thoj që kishte drejt. Jo, po më gënjej, po mbron arbitër. Po vllai tash rregullori është kështu. Ti pastaj mendoj si duar. Te njëjtën kam marrë kishte drejt. Më gënjejnë këta. Ore, ata nuk të gënjejnë. Po është nxehtësia mbas ndeshjes. Impakti i parë, njerëzit nuk e pranojnë dot, sido që të jetë. Por pastaj kur e shikojnë, kur i thrasin logjikës për atë rregullore që unë shpjegoj ose që unë thjesht e shpjegoj se rregullori është aty. Dhe kur shikojnë ndeshje të tjera që i njëjti rast nuk është dhënë ndeshje Europe. Po pra ese. Aty pastaj bie çdo gjë. Po se ma pikërisht shpita një ndërkombëtar, tha nuk është penalti, thash what the fuck. Ti ke kaluar nga arbitër, ka kaluar vëzhgues edhe movelis po them. Çfarë ndryshon? Si është rolin e arbitrit tani që është nga jashtë? Se ndryshon kur je jashtë, kur je vet aty. E para fare ndryshon adrenalina. Nuk ke vendimarrje. Pra vetëm sheh. Arbitri vlla ka vendimarrje, i bie bilbilit, i jep penalltin. Ti aty e ul si zotni thu kjo është kjo sa. E shkruan aty te bloku. E dyta është pjesa e qetësisë që ti je ulur dhe ke kohë
për të përgatitur rregulloren ose vendimarrjen që bën arbitri. Ke kohë të përgatitesh, pra e shikon rastin e kthen, arbitri vetëm një herë shikon. Arbitri ti ke 2 mbrojtësa, fap të kalojnë këtu kaq. E pengoj se pengoj. Prandaj duhet të vendoset saktë, pozicionet saktë, gjej këndin e dur. Dhe ky është ndryshimi, pra adrenalina, po ka edhe diçka tjetër, ëh? Që arbitri e kalon këtë pjesën e fushës me vrapim, se vjen rasti tjetër, se nuk mund ta mbaj mendjen, se vjen rasti tjetër shumë shpejt. Po. Ndërsa unë jam i detyruar ta hap, ta shikoj videon, ta kthej, sepse duhet të jem sa më korrekt me arbitrat vetë dhe pastaj edhe me publikun. Pra për arbitrin është rritet maksimum dhe zbret pastaj, pra e kalon kurse ti do jesh një trajçën, po do jesh më larg në ndjekjen e gjës. Je i detyruar sepse kur ke krijuar një besim në opinionin publik nëpërmjet gjërave që kemi 3 vjet që i themi dhe nëpërmjet rregullores, je i detyruar pastaj vetvetiu që të mbash të njëjtën linjë se s'ke ku të vesh pastaj. Tani më që jemi këtë tema më violistit, rastisi, përsërisht jam një tifoz, e ndjek këto. Rastisi ndeshja Elbasani Partizani. Po. Ishte offside i dytë i skandalit. Ti shpenzove diku të gjysmëore lojë duke shpjeguar rregulloren. Tani pyetja është kjo. Sa shumë paguro të shëja që mbasi të nxef ju Gerta aq shumë dhe nuk të dëgjonte justifiki atë argumentin tënd, prapë vazhdon të jesh aty. Jo, absolutisht. Sa ishte momenti më i sikletshëm i mundshëm. Pra e pash edhe ti u mërzites sepse ishte moment që ti shpjegove gjithçka dhe Gerta prapë nuk pranonte për atë fjalimin tënd dhe rrite me të vetën. Jo, shiko, ka një gjë. Gerta është shumë profesioniste në profesionin e vet, në drejtime me radhë, nuk e humbet asnjëherë. Por presioni është gjithmonë te mua. Çfarë do të them unë tani sepse është pjesa e misionit, e korrekcisë me RTS-n, e korrekcisë me klubet. Dhe shpjegimi rregullores këtu ka interpretim, pra. Ka interpretim. Hygerta është shumë profesional. Unë nuk i them dot gjë Hygertës për pjesën e studios, por për pjesën e fushës pastaj, aty unë kam qenë vetë, kam prekur vetë dhe si futbollist dhe këtu e kam unë interpretimin. Gjithsesi, u mërzita ti, se nuk i fol ti tani. Jo, nuk, shikoj. Nuk është u mërzita, problemi është që Hygerta ka punën e saj, unë kam punën time dhe nuk i kalojmë asnjëherë saqet me njëri tjetrin. Tani në okay, të tha që ne gjithmonë kemi qenë okay. Edhe aty direkt mbas asaj kemi qenë okay. Po, u zbuta. Fakti është që nga gjithë shpjegimet që ka bërë interpretimet e sakta rregullore, momenti më viral, më i njohur është kur Gjergj Stefa thotë që portieri bie me dorë mbrojtësin. Aty është per pastaj, ishte se edhe aty ishte e njëjta situatë, unë shpjegova dhe Gjergji tani ajo është per. Dhe tani si ta shpjegoj prapë në fillim, e shtrëngova kollarun dhe vazhdova të tjetër prapë. Tani më që jemi më e bukur ishte që ishte dhe Juli, do qeshi Redi i pari. Po, pastaj qeshi dhe Juli e kisha përballë. Ajo ishte pastaj. Ajo ishte hyrat e roli arbitrit që duhet të Gjergji vetë na ka shpjeguar momentin këtu, ka thënë që unë vetë nuk e kuptova çfarë po thoja. Po mundosha të tregoja si shmendoja. Po çato, Gjergji është gazetar shumë i vjetër. Tani, këtë sezon rësia, me që jemi tek faza Final Four, këtë sezon rësia e Final Fourit është fakti që duke pranoj që do të ketë vetëm arbitra shqiptarë, ndryshe nga 2 sezone më herët ku kishin Taylorin dhe Marshinjakun. Ti që je pjesë shumë e rëndësishme e arbitrimit dhe futbollit në Shqipëri, si e sheh televizin që do i besohen 100% arbitrave shqiptar? Kjo është vendimarrje shumë e drejtë, them unë. Këtë vit nuk ka finale. Pra nuk ka ndeshje finale. Është kampionat. Sistemi VAR është aty, arbitrat, unë vazhdoj e them dhe në RTS e them çdo javë që arbitrat e kanë kapur me shumë lehtësi Final Fourin. Ndryshe nga ekipet, pra kanë pas vendimarrje të gabuara, por në 80% të rasteve kanë qenë të sakta. Kështu që është zgjedhja e dur, mendoj unë. Tani, si një pjesë shumë e rëndësishme e arbitrimit në Shqipëri dhe e futbollit, dua një mendim, sepse shumë turpetohet barazia gjinore. Dua një mendim dhe një të dhënë, pra si e ke parë paraqitjen e Manuela Rusës, duke qenë se është vetëm kryesore femër të kampionatit shqiptar këtë sezon. Dhe a kemi interes nga arbitret, në elitën e futbollit? Në elitën. Dhe a kemi interes nga femrat të tjera për të shtuar si arbitre në futboll, qoftë kryesore, qoftë anësore? Si po shkon? Shumë mirë, dhe përfitoj dhe nga emisioni juaj për të bërë dhe një thirrje që të gjitha vajzat janë të mirëpritura për të bërë arbitre. Ta shikojnë dhe nga ana e asaj që unë thash më parë që ajo adrenalina, po ta shikojnë dhe nga ana e përfitimit social,
dhe nga ana e përfitimit monetar sepse nuk është goxha mirë. Po edhe na zbukurojnë pak futbollin se të bukur janë kinga ylle janë gjitha. Për sa i përket anës teknike, un kam informacion që janë 24 vajza arbitre dhe asistente për të gjitha kategoritë. Numri mirë. Numri mirë, mendimin e sistemit VAR ka pasur polemika, por dhe janë shuar këto vendimet edhe të gabuara dhe të sakta. Rusta nuk vajti vite tani, që është në elitën e futbollit. Gjithsesi skuadrat niveli është rritur shumë dhe vendimarrjet janë të vështira dhe shiko ka ca raste në arbitrim, jo vetëm për vajzat, por edhe për djemt që është ajo ata janë pozicionuar shumë mirë, janë aty, por këndi shikimit nuk merr vendimin e saktë. Pra, aty pastaj ndryshon vari që të jep këndin e saktë të shikimit. Qartë. Kështu që Ne kemi një rubrikë që quhet Vari, se kështu e kemi caktuar varin ton, prandaj hapi varin me një arbitër tërë. Vari thot, arbitrat favorizojnë ekipet e mëdha. Kladi thot, shiko, arbitrat ekipet e mëdha kanë më shumë pjesëmarrje në zonë se ekipet pak më të dobta. Kështu që bëhet fjalë ndeshje që vua. normalisht jo, nuk favorizohet. Thjesht mendoj që njësoj është, nuk ka problem, sepse janë rregulla strikte edhe të protokollit të varit. Ja këto që përbëm nësa stadiumi apo lojtarët e mëdhenj apo nuk nikon. Lojtarët e mëdhenj është tjetër gjë Po e lem të pyetja tjetër. Vendimarrja është tjetër gjë. Vari po vret emocionet e futbollit. Po i vret, por ka dhe një Ja, vërtet, ta pranojmë. ka dhe një gjë tjetër që ka shpëtuar shumë episode. Ka shpëtuar shumë ndeshje. Ose po bën qimentra. Po te pjesa e pozicionit jashtë loje po. Dhe jo vetëm, se shet kontakte minimale më zonë që i shohim me lup që ndoshta okej me nuk është që nevoja, po, nuk preku është e nevoja. kupton, të unë jam çik aty futbollit më agresiv, po le për plasën çik. Po patjetër. Ta shohim prekjet dhe kartoni kuq kot kështu. Ai emocioni ti bën gol, do presim tani. 3 minuta. Pastaj do gëzojmë prapë. Kështu që bravo, bë gol të prita shohim mirë se mos na heq. E ta heq për i faul mes fusha ne kot pa lidhje Ti fare. s'ke pa fare. Të kapësh pulsin e arbitrit aty pastaj. Po, domethënë që kam gabuar apo jo. Po, Është merr, a? Po është adrenalinë e veçantë, por është negative, nuk është po. Pastaj kur merr vendim pozitiv, aty pastaj fiton dy fishin e besimit, edhe te publiku, edhe te ekipet, edhe të gjithë me radhë. Lojtarët e mëdhenj marrin më shumë respekt nga arbitrat. Po patjetër. Unë jam vërtet? po e vërtet është. Mendoj unë, Unë paktën kam pas më Ti shumë. kontate? Unë kam pas shumë respekt për lojtarët e Tani thu kam pasur pse çfarë nuk kupton tani se prit se kjo Atë- të nis nga që Do i tolerimi të vogël. nis të nis nga një Aleksi je deri te të nuk po t'jap kuqin. Tani ku je ti këtë? Ja, ta them unë. Ta them unë dhe këtë kam histori reale. Në një ndeshje të caktuar, ishin dy lojtarë që u goditën me grusht, të vjetër, të dy. Pra me eksperiencë. Tu në Shqipërinë të ndashur. Unë ore ta them se s'ka ndonjë problem. Arbitri ndonjëherë duhet mbajë ndonjë gjë për vete për të shpëtuar ndeshjen. Unë të paktën këtë kam nga eksperienca. Teuta Partizani. Ajo një që të çfarë? Hila godet me grusht Osmanin, Osmani godet me grusht Hilën. Të fshehur gjithmonë, jo Me stil. Ato të sportit, gjërat e sportit. Bukur. I pash të dy, tash stadiumi plot. Ndeshje mezi pritej nga media. Hajde nxirri këta 2 metë kuq, edhe të vazhdoj loja pastaj. E vret ndeshën thua. Po e vret ndeshje, po ndonjëherë arbitri duhet mbajë një gabim për vete për të shpëtuar Por ti ja përdore Kjo ligjin e kompensimit me dhe që goditën njëri tjetrin Ishin dhe të dy. nuk po jap karton të Ishin të dy lojtarë. Se po t'ishte një rast zë jepi. Po patjetër. Pra, ndonjëherë arbitri dhe duhet të rrezikojë për të shpëtuar ndeshjen, ë? Kështu që jemi Ne korrekt. të thanë gjëra të tjera ata Të dy- jo, ata që kishin mbi ty. Ato patjetër. Të thanë Sepse për atë- mirë apo për keq? Për keq, patjetër për keq, sepse ajo është anë teknike. Kjo që ka ndodhur duhet të ndëshkohen. Por e mbajta unë, u dënova unë dhe Dënove? po dënimet nuk bëjnë asnjë publike. Po ndonjëherë dy dyja fushim, nuk është se është. Prit. Po, kjo është ajo Kemi rregull. nxjerr pyetjet vet mua tani. Po jepi apo pse mos me pyet? Po kam që gazetar vetëm, prandaj. Çfarë ndodh me to arbitrat? Dënohen, po nuk bëhen publike, se tani kemi dëgjuar që gaboj ky, po çfarë ndodh? Po patjetër. Merren gjoba, dënohen që mos për 2 javë si funksionon. Shikoj, edhe po dënove për 2 javë të ikin ca lekë. Po, dy ndeshje. Dënimet nuk bëhen publike, patjetër. Shikoj, ka dhe rëndësia e gabimit. Që domethënë sa gabimi i rënd është apo sa nuk është. Në kohën tonë ishte pa var, ishte gabimi shumë i rënd. Po. Sido që të ishte. Kështu që ka pezullime, ka dënime, por nuk bëhen publike. Siç janë to deklaratat mbas ndeshjes, flet trajneri, flet lojtari. Pse mos kemi dhe arbitrin klasë mbas ndeshjes? Po çfarë, A mund të bëhet kjo? Ne s'po ja dalim dot me trajnerët e lojtarëve. Ka vetë deklarata.
Ure, Ajo duhet. aty po zihem unë me njerëzit i bashkë arbitrat. Është e bukur, më. Ore, po për juve është e Këtë bukur. flasët na i rregulloj këtë gjë. Për juve është e bukur se krijoni lajm, po ju të doni. Po problemi është që ai arbitri do arbitroj prapë javës Klajdi tjetër. është edhe nga roli gëzëtarit që ka bërë vetë, edhe nga roli Po jo, arbitrit, po prandaj arbitri disa do arbitroj duhet. prapë javës tjetër, kështu që ka prapë vendimarrje, është pak e vështirë kjo. U bën në Spanjë katastrofë. Oh? De Cero ai de Burgos filloi të qatë në intervistë. Jo, më ka shpëtuar më kjo. Po është problemi jot. ishte një episod shumë që kishin shumë presion arbitrat atje dhe ishin detyruar dilin konferencë. I bëri një pyetje të vështirë gazetari, tha, "Ore, edhe ne kemi familje, tha, kemi maman, baban, kemi gratë, kemi fëmijë, tha, dhe shumë e vështirë në këtë presion që po na vini. Për një njeri familjar, unë nëna, babai, nusja, unë edhe sot nuk e zgju minusën, nga ai presioni që kam unë. Domethënë, kështu që është forcë e madhe, familja ose ka qenë për mua, familja ashtu dhe arbitrat. Sa njerë kam kam thënë në një emision, ore, po pritë se bjeri këtyre arbitrat, po këta kanë familja apo s'kanë. Po ore, do gabojnë. Po jo deri gjithsesi është e kemi marrë parasysh të punë dhe me të mira dhe të këqijat e veta. Arbitrat duke sikur mbyllen veshët nga stadiumi që fshan familjen, motrën, pra prekin ato pjesët. A ndikon vërtet tek loja e pjesa kur kthehet gjithë stadiumi kundër në këtë lloj forme, kam fjalë? Po presion është, një farë presioni është. Nuk një farë presioni është, por nuk besoj që se ore kur vjen nga tifozët është tjetër, kur vjen nga lojtarët, pastaj aty ndikohesh Pra drejt tifozët në një farë forme ja kupton. Kemi pas një shprehje ne, se tani ky brezi tani nuk e besoj që e përdor më burri, po veshi pantallonat e shkurtra është i sharë, kështu që Pa që aty. Tamam, pëlqej kjo shprehje, nuk e disha. jo ka qenë më përpara kjo në kohën e xhaxhit. Përmendë çfarë që ndeshje të rëndësishme. Përmendë që më herët që ka dhe pagesa të mira. Pagesa varion mbas të ndeshjes të rëndësisë apo është standarde për gjitha? Pagesat për arbitrat janë zyrtare, janë publike. Aha. Pra një arbitër merr diku te 52.000 lek për ndeshje, arbitër kryesor. Të reja apo të vjetra? Ashtu shkruhet e leku. Sa bukura. Dhe 52.000 lekë. asistenti sa gjysmë arbitrit, i katërt i sa gjysmë asistentit dhe vari është 20.000 lekë, kështu që janë publike këto. Ku mund të aplikojnë për të bërë arbitër? Akademia e FSHF.al. Bukur fort. Gjyqtari e din me një kur ka gabuar. Po jo. Ka ndjesi, jo e di. Po ka ndjesi. Po ka raste që nuk e ke dhënë një penalti, po e ke ndjesin që mund të jetë penalti. Ktu tash ka dy çështje, me var, pa var. Pra se ne kemi pas pa var të ndjesi. Po. Të vjepej është penalti dhe duhet. Edhe tani është vari, po ke ka bërë thret vari. Nuk e kem atë stresin e madh. Po. Tani kjo është Edhe kjo e ka vrarë pak lojën, mendoj unë. Ose jo lojën, personalitetin e arbitrit. Që edhe po se thash unë do E duket sikur nuk është më ai kapadai un fush, po themi, që vendoste që. Po arbitri është arbitër, duhet marrë vendim. Më pëlqen. Po çu arbitri i katërt nuk ka rëndësi të madhe në lojë. E vërtet që arbitri i katërt nuk ka rëndësi të madhe. Se duket sikur është një figurë që nuk përdoret. Nuk e mbaj mend vitin kur na erdhi një instruktor i UEFA-s dhe tha, "Ore, nuk kam arbitrat katër turistë tani. Pra që do vesh, do marrësh atë paketë. Tani arbitri i katërt ka për detyrë bankinat. Detyrë shumë kryesore është mënyra e komunikimit me stafet. Sepse duhet dini që stafet, trajnerët kanë presion të jashtëzakonshëm për pjesën taktike, për pjesën e lojtarëve. Tani do duroj edhe arbitrin që do të ulu atje. Pra, duhet një mënyrë komunikimi shumë është e vështirë kjo pjesë. Duhet japi informacion për çdo gjë që shikon tek zona e vet. Dhe një vendimarrje shumë të rëndësishme mund ta marrë arbitri i katërt. Pra arbitri i katërt është diku edhe arbitri kryesor te zona e vet. Kështu që po se kam inat tani që çdo gjë vari, po ora arbitri. Më pëlqen. Më pëlqen. Kështu që është shumë i rëndësishëm dhe arbitri i katërt dhe po doni ju them në një ndeshje që ka ndodhur. E ka pas vendimarrje arbitri i katërt. Ktu në Shqipëri te ne. E kam thënë në RTS që është gabim. Elbasani Dinamo. Kartoni kuq. Xhaja ishte midis Xhajës dhe arbitrit katërt Yzeir mos gaboj. Dhe varit. Pra ishin tre komponentë. Kështu që ai ishte kartoni kuq, u dha kartoni verdh. Ndërhyrje me takte. Okej, po ka qenë afër. Përgjithësia i bie dyve, se nuk do t'i marr shembull me të huaj për sa jemi vetë këtu. Po, ajo ka qenë. Ka qenë afër bankim. Por ka dhe gjë tjetër që kanë kënde të ndryshme shikimi. Asistenti ka kënd tjetër, kryesori ka kënd tjetër, i katërt ka kënd tjetër.
Kështu që është dhe kjo për njerëzit. patjetër. Si se pa ky këto. Po edhe nuk e shkon, është atje nuk e shkon dot. Kështu që A ka ego në komunikimin kryesor VAR? shumë e Tu bukur. besoj, po. Po patjetër që ka. Nuk duhet të ketë. Nuk duhet të ketë, por e di pse nuk duhet të ketë. Sepse je për një qëllim. Je për të dhënë drejtësi për dy ekipet. Pastaj pjesa jote është e fundit. Pra ti ke drejtësi për dy ekipet. Do të japësh vendimarrjet e drejta dhe pastaj egua ku qëndron egua. Tashi unë jam në vrapime sipër. Jam i nxehur, jam me ritmin e ndeshjes, se ky ka qenë diskutim shumë i madh në fillim. Që arbitri është në adrenalinë sipër, merr vendime me lojtarët dhe pastaj tak të ndryj varin pas një minute ndaloi lojën ke penallti. Aty pastaj është Ndërkohë që ti je në fushë me ritmin e lojtarëve, brenda ndeshjes. Ore janë lojtarët, nuk të kundërshton asnjëri, se e duan atë. Po vërtet është Por fakt. fakti pastaj që mund të ketë një shkelje, fakti se nuk e çfarë bën, po ka shkelje të dukshme, ti nuk e di se sa shumë është shkelja. Po. Duhet të ndryj patjetër vari, kështu që Cili është justifikimi më i përdorur pas një arbitër gabon? Ka një justifikim që përdor më shpesh inshallah. për të nxjerrë vetë nga situata. Pa jam se tash arbitrat janë profesionistë, ai din ato kur gabojnë, kur s'gabojnë, vetëm këto raste të gri që pastaj ka diskutime të mëdha, fillojnë diskutimi nga ana teknike, nga ana e kritereve deri pastaj që ore po unë jam më fush ti nuk je më fush. Po unë jam aty. Ja lën kësaj pjesës së fushës. Më shpjego diçka nga ana teknike. Dua të di për këto vijat e varit. Vijat në Shqipëri apo vijat Si jashtë? shtrohen Cilat domethënë. vijat Ja, domethënë? shiti pyetja negativi, vijat në Shqipëri apo S'ka vijat problem. jashtë? E kemi Ja ku e ka. Negativ. Kur hiqet vija në këtë lloj forme. Urdhëro dikuj. E shikon apo jo? Atëre, unë nuk e di sepse nuk e di çfarë do ndodhë në të ardhmen, por tani nuk bëhen dot publike këto. Unë i kam parë vetë sepse kam bërë vetë kursin e sistemit VAR dhe arbitri i sistemit VAR vetëm selekton dy lojtarë. Okej. Mbrojtësin e parafundit dhe sulmuesin. Okej. Dhe ta nxjerr inteligjenca E nxjerr artificiale. automatikisht E nxjerr kompjuteri automatikisht kompjuteri. Pa nuk ka mundësi për dallavere me Nuk ka. më këtë. Tani, në qoftë se po them kompjuteri ta nxjerr 10 cm offside. Ktu është një rregull i pashkruar që arbitri duhet të bëjë një double check. Për të qenë korrekt. Ore, nuk çmendet kompjuteri, po u çmend, po themi. Që nuk ndodh asnjëherë dhe i bën një double check. Dhe aty pastaj fillon ai problemi me vijat. Pse është problemi me vijat? Sepse ndonjëherë vijat dalin mbi njëra tjetrën. Po. Dhe se për shkak të trashësisë apo për shkak të imazhit. Atje te sistemi VAR ata e bëjnë dhe me zoom dhe dallohet, është apo s'është. Dhe kjo pjesë un jam 1.000.000% i bindur që offside-i nuk ka asnjëherë gabim. Çdo gjë tjetër mund të jetë gabim, sepse nuk është njeriu që e bën kompjuteri. Po. Ka dhe diçka shpjegim teknik që sepse ndodh në për disa stadiume që duket sikur është vija shtrëmb. Bravo. Po jo vetëm te ne, dhe jashtë. Po. Dhe çfarë ndodh? Sistemi e merr automatikisht nga vija paralele e vijës fundore. Dhe po ta shikosh, në të njëjtën është vija fundore kështu, është e vija e offside-it kështu. Po. Pra, e nxjerr sistemi, nuk e bën njeriu vijë, nuk e vizaton njeriu. Kështu që kjo është pjesa teknike e pozicionit jashtë loje. Prezidenta vijat në Shqipëri thaj. Ti je i pari që ja ku për vijat atë mos më thuaj më Jo, s'është i pari. Na ka bërë Ylli Aga në studio që megjithatë, këtë pjesë e kam shumë e them me përgjegjësi të plot sepse e kam të parë dhe të provuar vetë. Bukur. Kështu që Besoj që nga ky episod ne dim pak më shumë nga arbitrimi. Tani ndoshta është koha që ne shkojmë dhe ta provojmë vetë nga afër. Ta provojmë nga afër? Je dakord ti? Me ato rrok vëllai. Të gjithë njerëzit duhet të gjykojnë një ndeshje, të paktën edhe atje te 5x5 ku luajnë që të provojnë adrenalinën dhe ta provojnë një herë vetëm atje se është apo s'është penalti, se nga shkallët e stadiumit flet kollajor. Po, duke ngrënë fara. Në mënyrë vlonjase kjo shpreha do ishte ndryshe. Provoj një herë aty në fush, pastaj. Atë e the ti se unë tash këtu dal Tani të falenderoj. ishte kënaqësi. Bisedë shumë e këndshme.